Imam Evzaiu e ka emrin e plot Abdurrahman bin Amr bin Muhammed. Ka lindur në Ba'lebek në Liban në vitin 88 sipas hijretit. Si i vogël ka mbetur jetim, ndërsa kujdesin dhe edukimin e tij e ka marrë përsipër e ëma. Ai i përket brezit të tretë të besimtarëve, pra tabiinëve, për vlerën e të cilëve, siç edhe përmendëm më parë, ka folur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ai ka arritur një numër të madh të tabiinëve, prej të cilëve edhe ka mësuar. Për shembull, e ka arritur Ata bin Ebi Rabahun, Ebu Jafar Bakirin, Mekhulin, Kataden, Zuhriun, Bilal bin Saadin, Yahya bin Ebi Kethirin, Mejmun bin Mehranin, e shumë të tjerë. Ndërsa prej ti kanë mësuar dhe kanë përcjell hadithe emrat të mëdhenj të dijeve islame. E me theks të veçantë imami i Medinës, Imam Maliku, pastaj Sufjan Thauriu, Yahya bin Ebi Kethiri dhe Zuhriu, të cilët njëherësh kanë qenë edhe mësues të tij. Është vlerësuar për dijen e madhe që ka pasur. Ka qenë imam në fik dhe në hadith. Muslimanët janë unanim sa i përket asaj se Imam Evzaiu është i drejtë dhe dietar i madh. Ebu Zur'a thot se janë përcjell prej Imam Evzaiut më shumë se 60.000 mesele. Pra, ka trajtuar, ka folur, ka diskutuar për më shumë se 60.000 mesele. Dietarët e kanë vlerësuar shumë për dijen. Imam Maliku, që siç përmendëm ka qenë edhe nxënës i tij dhe ka transmetuar hadithe prej tij, ka thënë Evzaiu është imam që pasohet. Një dëshmi e këtill prej një dietari kaq të madh siç ka qenë Imam Maliku, vërtet që është e rëndësishme. Për faktin se ai përmendet si dietar, si alim, si erudit që meriton të ndiqet dhe të pasohet. Sufjan bin Ujejne ka thënë se Imam Evzaiu ka qenë imami i kohës së vet. Pra, në kohën kur ka jetuar, ka qenë imam, ndoshta prej më të diturve. Ai thotë se njëherë gjatë kohës së haxhit, ai kishte ardhur për ta kryer haxhin. Dhe duke shaluar deven e tij, e kam parë Sufjan Thauriun, i cili e kishte kapur deven e tij për freri. Dhe bashkë me të ishte edhe Imam Maliku, që ju thoshin njerëzve, hapeni rrugën për hoxhën, derisa e morën dhe e afruan pranë çabesë madhnueshme. Pra, një respekt i këtill nuk i bëhet askujt tjetër vetëm se atyre dietarëve që janë në pozita teje të mëdha.